Mirë se vini në këtë podcast, unë jam Shqipe Pajaziti dhe sot kam nderin dhe kënaqësinë me bisedu me një vajzë të jashtëzakonshme. Përkundër sfidave dhe barierave, rrëfimi i saj sot dhe biseda që kemi me bë bashk, me realizu bashk, besoj që do të jetë motiv edhe frymëzim për gjitha gratë edhe vajzat e reja me aftësi të kufizuara. Pra, do të flasim me Mimoza Zeinullahu nga Vitia. Faleminderit shumë Mimoz. Faleminderit për ftesën. Kush është Mimoza? Në pikat shkurta, Mimoza Zeinullahu është psikologe, është infermiere, është poete, është aktiviste, mbi të gjitha punoj për komunitetet më të ndjeshme të shoqërisë, të i përfshirë gjitha kategoritë pothuajse. Me theks të veçantë besoj? Me theks të veçantë tash për tash me aftësinë e kufizuar, me gratë që janë të prekura me kancer, tash aktualisht jam duke punu me këto. Për te që e udhëheqni organizatën Ju Can Do në Viti, ju pashtu dhe punoni. Po, na trego ku punoni, që sa vjet? Punoj në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Viti. Aty jam si infermiere, ndërsa profesionin e psikologës e kam ushtruar jashtë QKMF-s. Kryesisht kemi pas projekte të ndryshme edhe me organizatën, po edhe me drejtorinë e shëndetësisë dhe mirëqenies psikologjike sociale në Viti. Kemi bo support grupe të ndryshme për nanat e fëmijëve me nevoja të veçanta, për gratë e prekura me kancer, për të rinjet me nevoja të veçanta e kështu me radhë. Ju na tregu që qysh shumë e rejnë mosh në shta dhe prej shkollës të mesme, keni vazhdu me aktivizëm, me aktivitete ku keni qenë ju e përfshime si vullnetare. Po na trego, ndoshta nuk ka qenë gjithmonë kështu, një vit keni pauzu pak për shkak ndoshta jo prej teje që ke dash, po për shkak të shëndetit. Tregon pak si ka qenë ai vit. Natyrisht ka qenë viti më i vështirë në jetë, deri tash që e kam pas, shpresoj që të jetë i fundit. Unë atë kohë mu bash shikimin edhe natyrisht që... Për cilin vit po flasim? Po flasim për vitin 2012. Edhe ka qenë viti më i vështirë natyrisht për mua dhe për krejt familjen që kemi përjetu. Mu ka dash me ndërprej gjithçka që pa ta nis, pa ta fillu me punu shumë kohë njëkohësisht, në atë kohë isha duke u marrë edhe me muzikë edhe po punoja në QKMF. Humba shikimin, mbeta totalisht në errësirë, mbeta totalisht pa informata, mbeta pa telefon, pa rrjete sociale, pa shoqëri, e izoluar, e varur prej të gjithëve. Domethënë një vajzë që ishte jashtëzakonisht e pavarur, që ndiqte ëndrat, edhe kthehet në një vajzë që varet për gjithçka, që nuk din as me orientu edhe në dhomë. Ishte jashtëzakonisht e vështirë. Që shu përshtate me atë situatë? Mu dasht kohë, mirë po ishte ndërhyrja e shoqatës të verbërve të Gjilanit që erdhen edhe mandej më dhanë modele sociale që dilet prej kësaj gjendje. Erdhen në disa qika bashkëmoshatare të mia edhe më tregun që ato punojnë, ja kanë dalë, edhe ato ishin të punu, njëna punoj këtë banja në Nana Ile, tjetra punonte në spitalin e Gjilanit, edhe me një farë mënyrë kem burimi forcës për mu. Sepse e pashë njerëz edhe nëse humbi shikimin prap, po mu i thanë me a dalë, ishte për mu vështirë, nuk isha pa kërkon tjetër na herë njetë, ma herët që është i verbër që punon, ose nuk e njëja kërkon të verbër ma herët, ishte për mu diçka e re, për familjen, për rrethin, edhe mu dash një ndihmë e tillë, edhe kur erdhen ata, erdhen shoqet e mia, domethënë bashkëmoshataret e mia dhe më tregun çysh punohet, çysh jetohet, çysh ecet, e mbaj mend që i kam pyet gjithçka i kam pyet, çdo detaj. E mbaj mend që një herë pa ta pyet njërin prej aty në çikave, çysh ec ti tash me tokë, ec me tokë. Po. Se unë e kam pas qef mu vesh shumë bukur, mi kombinu ngjyrat, mu vesh me kapela, me shalla, me kështu gjithmonë tash më ka shqetësu, tash unë qysh dona mu dok, qysh ka mu vesh, kush ka mu kujdes për mu. Përshtatje, do me thonë, në atë situatë një rifillimi gjithçka prej fillimit, s'kom pas hiç njohuri, zero njohuri, edhe ajo treku shumë psikologe e mirë në atë kohë dhe më ka thënë, po, ne eci shumë mirë me ta, ka disa letësh me ec, kështu përshtatesh, edhe mas një tek vonë, kur e kom njoft mirë ata, e kom marrë vesh ajo kur nuk ec me takë. Po ato e ka bo veç për me dhonë mu ngushtim. Motiv, edhe
kom gjetë, domethënë, e kom gjetë shpresën ngushëllimin te ato dyja dhe te organizata fillimisht që ma kanë dhënë dorën e ndihmës, në një mënyrë më kanë nxjerr jashtë. Edhe më patën thonë që ka më ardhur koha që kime dal vet, kime ecë, kime shëtit. Do më thonë një vit ka qenë komplet ke qenë izolumen në shtëpi, po. S'kom pranu as më taku njerëz, as mysafir, as hiç kërkon, se s'kom ditë çka më u thon, s'kom ditë qysh me u qas, edhe s'kom mujt me pranu ç'a më ka ndodhur, domethënë ka qenë tepër e vështirë. S'kom mujt mi taku mysafir kur kanë ardhur mi u thon që unë nuk po mi me të pa. Atë se u kon tepër gjë e vështirë. Edhe derisa njerëz e kanë marrë nashta vesh vet, edhe kanë ardhur ata me të ofru ose shumë u kon jashtëzakonisht e vështirë. Gradualisht ke fillu, domethënë pak a shumë mu përshtat. Po, mandej Ju në librin që domethënë gjatë trofimeve që kemi realizu bashkë dhe gjatë intervistës me juve, ju më pati thënë mimos që vitin 2012 e konsideron si vit terit, ka qenë komplet. E thash pak më herët, ka qenë viti i terit në çdo aspekt, në çdo variant. Ka qenë i terit për informacione, domethënë kur ti s'ke pas qasje në informacion, teknologji, s'ke pas qasje në telefon, s'ke pas kenet mbyll, edhe ka qenë vit totalisht përveç se të ka mungu dritat, kanë mungu dhe informatat, ka mungu gjithçka. Ma vonë e kom marrë vesh që ka telefona, që ka programe specializume domethënë për të verbrit, që mundesh me mri me u përshtat, po krejt këto kanë ardhur masi që i kom taku antarët e shoqatës. Ju në atë kohë, domethënë kur e keni humb shikimin e mos, domethënë ju keni qenë duke punu në QKMF si infermiere. Qysh ka qenë mas nej që ajo periudha me u përshtat edhe atje, për me të mundësu që me kry punën tonë? Po, ka qenë e vështirë fillimisht, mas nej kur u ktheva në punë, ishte vendim i vështirë edhe për mu kthy punë, domethënë u pata matë shumë ma mu kthy punë, mos mu kthy. Se natyrisht që kur njerit i ndodh një problem edhe mendon tash edhe çka mendojnë tjerë, se stigma ose presioni social neve na ndikon, pavarësisht sa je i përgatitur ose sa ki bagazh ose sa je tip si person i zhvillum, prapë kime mendu çka thojnë të tjerët, çysh kanë me mpa, edhe kom pas këtë dilemë. Derisa jam nale dhe kom mendu thellë që një ditë prapë unë kam me u taku me ata shok, nëse jo tash si kolege kam me shku si paciente. Edhe duhet mu ballafaqu edhe kom mbledh forcat edhe ty pas modelin që tash e kisha nga ato dy koleget e mia, vendosa mu kthy te puna edhe më kam prit mirë, ma kanë dhënë hapësirën që më ka dasht, jam përshtat edhe e kom te kalu, domethënë ka qenë një java parë e vështirë. Po, pak më e vështirë. Për mua edhe për kolegët e me që kanë ardhur me mpa, normal që ka qenë pak e vështirë. Po ka përcy ajo dhe shumë mirë që kam marrë vendim u kthy, edhe jam integru, domethënë jam. Ndoshta për ata që se dinë qysh ka qenë, pra ju keni lind me shikim normal, por qysh ka ndodhur, domethënë si pasojë? Kam mësu shkolitje të retinës, edhe mandej e kam hup shikimin të njërin sy, kam bo intervenime, s'ka pas sukses, mandej për një vit të synit tjetër, më ka rrit tensioni synit, edhe kështu gradualisht e kam hup shikimin të synit tjetër. Brenda një viti, brenda 2 vite shpypjen respektivisht, jam gjind totalisht në terë. Por sigurisht ju nuk keni ndalë dhe keni vazhdu. Unë e di që ju një vit pasi dolët nga kjo periudha e izolimit, e keni vazhdu edhe ëndrrën e vjetër për shkollim, pra keni përfundu edhe fakultetin. Po. Fakulteti ka qenë jashtëzakonisht një ndihmë e madhe për mua, një shtyllë fort psikologjike që më ka fjell, që më ka ringrit. Atë sikur një trupit m'ja hek skeletin, edhe kur bjen tokë, që ashtu mu ka dok që jam kanë qatë kohë, para se me vazhdu fakultetin. Kur e kom kry shkollën, domethënë më ka ndihmu mu personalisht me u zhvillu, jo veç profesionalisht, po edhe personalisht. Domethënë jam mbush, jam ndriçu me një farë mënyrë së brendshme, kom gjetë forma, kom gjetë kuptimin e rritjetës. Që aty këtë është çështja e esenca se ti për shembull kur e humb shikimin, deri në atë kohë je formsu me disa kuptime të jetës. I ke pas
do kuptime ndryshe për jetën, që ki me kriju familje, që ki mu bunon, që ki me pas një bashkëshor, që ki me pas një jetë sikur shoqet e tua të rrethit, ose kritondrat që i kanë krejt qikat. Momentin që te hub shikimin në Kosovë, ose në mentalitetin ballkanik, i humb krejt çdo mundësi, me automatizëm, ato vinë në buqet. Edhe ty duhet me rikonstruktu si person, si ide, si kuptim i jetës, për me mri me gjetë një kuptim të ri për jetën, sepse unë e disha që në atë moment nuk e kom hu veç shikimin, po i kom hu pothuajse gjitha çdo mundësi, sepse fatkeqësisht jeta e të verbërve në Kosovë, në Shqipëri, është e njëjtë pothuajse, edhe a priori ti paragjykosh edhe diskriminohesh. Edhe këtë fat e kanë shumica e vajzave të verbra për shembull. Edhe këtu ka qenë sfida dhe vazhdon me qenë, jo veç për mua, po për gjitha të tjera. Para se me mbri këtu dhe me folja edhe për sfidat dhe me krejt çka je përballë gjatë kësaj periudhe, po jo veç jo, edhe gratë edhe vajza të tjera me aftësi të kufizume në Kosovë qoftë verbër, por edhe me aftësi tjera të kufizume, po du pak me më tregu çush kanë qenë pra vitet e studimeve, me çka je përballë gjatë asaj periudhe, domethënë pak e pas një uri se çush me siguru materialin, që kim literaturën e gjithçka tjetër, ose ke pas edhe atë sfidën është se kush ka me të shoqëru prej vitis deri këtu me ardhur për studime. Tregoni. Të gjitha këto sfidat i kom kapërcy. Të gjitha kanë qenë pjesë e jetës, të gjitha i kam kapërcy. Kur jam nis me ardhur për vitis, jam nis vet. Nuk kom pas për cjellës, domethënë jam nis edhe kom lut shok me që njo me ma gjet dikush një shoqëruese, një përcjellse. Edhe për një javë, ata ma kanë gjetë një qikë që u lem vullnetare. Edhe mas ne u zgjidh dy problem. Problemi tjetër ka qenë literatura, që s'ka pas fare literaturë. As në Braille, edhe po të kishte në Braille, unë Braille nuk e dija. Unë mësova Braille privatisht, vetë mësova në shtëpi, sepse jam studente zoja. Edhe mësoj, mirë po nuk pat literaturë, mandej sfida tjetër ka qenë kush me mi lexu librat në audio, që pata versionin tjetër, domethënë alternativën. Nuk ishte shqetësimi jam kryesor, për shembull qysh me mësu atë libër, po kush me ma lexu librën, derisa gjeja vullnetar për me lexu librat, ka qenë sfidë tjetër kjo në vete. Sa orë tu dash ke vetë, domethënë dikush me ta lexu ndoshta një material gjatë, një libër për shembull 500 faqe, 2 javë ja ka marr për shembull një lexues që ka lexuar vazhdimisht, që derisa u lodh. Edhe kjo ka qenë domethënë njëra prej sfidave kryesore. Për te sfidave tjera, domethënë si studente e verbër, përveç që i ki sfidat e studentave të rregullt, që kime mësu materialin, që ti kime hi provim për të, na kemi vështërsinë tjetër ekstra, me gjetë me siguru përcjellësin, me siguru lexues për literaturë, e kështu me radhë, domethënë sfida pak u fi, mirë po kur ki vullnet edhe je këmbgulës, gjindën zgjidhje. Domethënë përcjellësi, a ke pas atë frikën që mos nuk po kam ndaj ditë shoqëruese dhe po mik ndonjë ore? E kom përjetu nga ik shoqëruesi. Komet pa shoqërues, ka pas situata kur komet 1 javë, 2 javë, 3 javë pa shoqërues, ka ndardhur disa kolege për shembull më kanë marr. Ka pas momente. Në përkrejt këto kalon. Po duhesh mos me heq dorën, me vazhdu, me këmbgulje. Ju për 3 vite keni mbri me i kry studimet në psikologji, apo? Po. Edhe keni dalë më duket studente me mesatare të lartë. Kam qenë bursiste, edhe në master, edhe në bachelor, i kam kry mafat, studimet, kam qenë studente mirë. Po. Çka pas kësaj periudhe, ju jeni tash aktiviste e gjitha grave, vajza, për gjithë personave të cilët pra janë me aftësi të kufizume, me çka ballafaqohen gratë a priori, domethënë të cilat janë me aftësi të kufizuara? Kam probleme të ndryshme. Jashtëzakonisht probleme të ndryshme, domethënë dallojnë. Nëse je me një qendër, me një qytet që je afër qendrës, e ki jetën pak më të lehtë, e ki çësjen në shoqëri pak më të lehtë, je pak më e pavarur. Nëse je me një zonë pak më të thellë, rurale, je shumë më izoluar, ki jetën shumë më të vështirë. Nëse je mas një me ekonomi, me financa që ndron mirë, jeta jote prapë është më e lehtë, por jo krejt njerëz e kanë këtë
fat, domethënë. Disa kanë gjendje të vështira, për shembull financiare, disa kanë gjendje të vështira sepse jetojnë nëpër terrene shumë të thella dhe e kanë pamundur me dalë vet, duhet përcjellsa, neve na mungojnë përcjellsa shoqërus. Kur nuk i përcjellës, çka ndodh, ato izolohen. Izolohesh. Ti me marr taksi për shembull nuk i llogaris sepse janë jashtëzakonisht drejta shërbimet edhe si rrjedhoj ti zgjedh me nejnë në shtëpi edhe me met aty ku je. Sa janë të ndjeshme gratë dhe vajzat e reja, domethënë ndaj dhunës me bazë gjinore, përfshirë këto dhunë seksuale, dhunë familje, po dhunë edhe ekonomike, se na e dim që disa, jo të gjitha e marrin një penzion nga shteti, po sa u pamundsohet atyre që ta gëzojnë edhe atë penzion që është i tyre. Ju si aktiviste po besoj keni shumë komunikim me gjitha gratë. Organizata Ju Can Do e ka pas bërë një ulëmtim për dhunën seksuale te gratë me nevoja të veçanta, mirë po kemi gjetë pak raste. Është pjesë jashtëzakonisht e ndihshme edhe njerëz ndoshta edhe kanë hezituar me fol. Po sa i përket dhunës ekonomike, psikologjike, është më e shprehur edhe flitet shumë më haptas edhe ma let para shoqeve dhe është evidente, domethënë, sepse një pjesë e mirë e familjarëve të vajzave me aftësi të kufizume ja u përdorin për shembull kompensimin që u jep shteti dhe një pjesë e mirë atyre domethënë nuk e gëzojnë as drejt për me përdor vet ose me bëj çka dojnë ato me çato kompensim që ju takon. Domethënë edhe këtu është gjendja prap rëndohet sepse po ta kishin të drejtën ndoshta me përdor veç për veti, kishin mujt me shfrytzu ose në avansim profesional ose ndoshta edhe me u pavarësu ose megjithëse është një shumë jashtëzakonisht e vogël për me u pavarësu me çato të ardhurna është e pamundur. Ç'u ndikon kjo pastaj edhe te gratë edhe te gjitha vajzat kur ndodh një lloj diskriminimi i tillë ekonomik, nëse mund t'i themi kështu, duke ditë që ato pa kanë mundësi të qasën edukim, po edhe njëtë gjithë përfshirë se kur ju merret edhe ai penzion, ç'u ndikon kjo masnej te gratë? Ato vazhdojnë me met aty, domethënë, vazhdojnë me qenë të izolume, me qenë të pa profilizume, shumica prej të verbërave për shembull nuk kanë ndaj edukim, nuk kanë një profesion, edhe ti nëse don me angazhu ato me shtim punë, për shembull ti s'ki çfarë pune me lyp për ato çika dhe për ato gra për shembull, se nuk kanë ndaj trajnim të caktuar, plus asaj këto organizata që janë marrë me aftësinë e kufizuar nuk është që kanë punën e vet që duhet. Tash e 20 vjet unë kam shumë ankesa për këto organizata. Bojnë avokim, tash e 20 vjet, ama kërkush nuk punon në terren. Për shembull, në përzyra avokim, po në terren, asnjë projekt konkret me dalë me nxjerr një çik prej një zone të thellë me qit në punë, me çun shkollë, me ofru një trajnim që mundet me mbri me pavarësu, për shembull, janë do politika që deri tash janë tregu tepër të pas suksesshme. Po edhe ligji, Mimos, për shembull, ligji obligon institucionet që çdo i 50 punësum të jetë person me aftësi të kufizuar. Sa gjen zbatim ky në realitet kështu në praktika? Kena na dhëna statistika shteti se sa është numri i këtyre personave të cilët janë të punësum, me theks veçantë gratë? Duke ditë sa ballafaqohen, sa të ndjeshme janë prej diskriminimeve. Shumë pak, shumë pak, fare pak. Edhe ata që kanë kry fakultet, që kanë mri me u profilizu, e kini profesion caktum, një pjesë e mirë aty në rinë shpe. Nuk përfshihen, nuk funksionon ligji, kërkush se ngrezanin, kërkush sankohet pse po shkelet ligji. Jemi në këtë gjendje ku jemi edhe nuk po ndryshon kurrë. Po edhe a mundi me vrejt ju dallime edhe mesin e komunitetit, për shembull mes burrave dhe grave të cilët janë me aftësi të kufizuar, por edhe dallime që bëhen thelb edhe ndaj këtyre rasteve, për shembull sa më atlete ka një burr kur është ndoshta me aftësi të kufizuar, krahasë me një gru. Fatkeqësisht shoqëria jonë është shumë diskriminuese. Edhe në këtë drejtim, edhe një burr, një djalë me aftësi të kufizuar shumë ma lehtë integrohet në shoqëri. Edhe shumë është më i përfshirë, për shembull, pjesa dërmuese aty ne kanë kriju familje, sepse nuk paragjykohet një vajzë që nëse krijon familje me një djalë për shembull që ka një aftësi të kufizuar. Po një e kundërta ndodh.
Edhe kjo vrehet jashtëzakonisht. Për shembull, kemi vajza që janë me master, me doktoratur, edhe janë shumica krejt vetëm, do me thonë nuk kanë kriju familje, s'kanë mri, sepse ato me automatizëm a priori paragjykohen, a ka diskriminim edhe mes familjes? Për shembull vllau, rreth maj gjëri i familjes, për shembull ju shpesh ma keni përmend kunata ose dikush tjetër me cilët jetojnë gratë në atë shtëpi. Kur ti je i pafuqishëm, do të thonë tash është çështje fati, varet çfarë kunate ose çfarë vllau ty të bjen për hise. Po. Nuk do të thonë që krejt jo njëjtë, po sigurisht po. Ndeshta mund edhe pak të diskriminimi, për shembull është evident që vajzat e verbra diskriminohen edhe nga komuniteti, edhe nga djemtë e verbër ato diskriminohen, përjetojnë diskriminimin e dyfisht. Edhe kështu, është gjendja është e keqe në terren, edhe mjerueshme fatkeqësisht. Çka për shembull nëse një gru ose vajzë e re vendos me vazhdu shkollimin, pra po flasim për edukimin dhe diskriminimin që bëhet ndoshta edhe në këtë fushë. Me çka përballen ato gjatë studimeve, por edhe nëse dëshirojnë të jenë pjesë e tregut punës? Nëse ti vazhdon me kry fakultet, me u shkollu, dush me pas financa të forta, burime familjare. Nëse nuk i ki, nuk mundesh me u shkollu, sepse ndihmën që e jep shteti, do me thonë për një të verbër të kategorisë të parë e jep 150 euro. Plus 150 euro i merr për cjellë si shoqëruese. Me 150 euro, një shoqërues nuk e përcjell kërkon, nuk e shoqëron kërkon, një muj ditë. Është tepër shumë e ulët. Edhe ti nëse nuk ki për kraje tjera, do me thonë nuk mundesh me mri fare më shkollu, e sidomos nëse je larg. Është thjesht tash për tash është e pamundur. Ti mrin me u shkollu ose me u avancu vetëm nëse je i fortë në baza financiare. Ose nëse je afër qytetit, të ka qëllu fati je në Prishtinë, Ferizaj, Gjilan, qytete, ki aty afër kolegje dhe mundesh me bërë zgjidhje. Për ndryshe, na kemi pas raste të në organizat, për shembull anëtarët tona në për qytete të ndryshme, vitin paraprak 2 studente e kanë lënë fakultetin. Njëna pse s'ka mri me u akomodu në konvikt, tjetra pse s'ka mri me u akomodu në konvikt privat. 2 konvikte private e kanë refuzu një qik të verbër, sepse nuk kanë dash me marrë përgjegjësinë. Kanë thonë ti je verbër, mundesh me na urtësu, na nuk i kemi kushtet, mandej na kemi kërku kush ja ka dhënë licencën aty në të punës nëse nuk i kanë kushtet, për shembull. Jo ndo urdhresa administrative që më duket duhet më respektu, nëse ti e merr licencën e punës duhet mi përshtat kushtet. Po kështu është, domethënë Kosovë, edhe nëse ti si përshtat kushtet e merr lejen e punës. Edhe nëse diskriminon dikon, prap kur gjos ndodh, na e kemi ngrit si rast, e kemi mediatizu, e kemi ngrit si çështje kërkueshëmarrme. U fol 1-2 ditë dhe ka hesht edhe ato 2 çikat tash janë në shtëpi. Kur një vajzë pra kthehet në këtë situatë, edhe përkundër vullnetit të saj detyrohet me qëndru në shtëpi, çka ndodh më pas me jetën e saj? Ndodh ajo që pritet, domethënë, vetë izolimi. Sa është kjo e dhëmshme për këtë kategori? Është e dhëmshme jo vetëm për kategorinë e të verbërve, por për krejt shoqërinë, sepse nëse një shoqëri nuk kujdeset për pjesën e ndihshme të saj, domethënë kjo tregon sa shoqëri përparimtare është ajo. Po. Sa punojnë institucionet në këtë drejtim? Hajde për shembull kemi një penzion që i ofrohet personave kategorive të ndryshme, pra të persona me aftësi të kufizuar, sa mjafton për shembull çaj penzion për me imbulu nevojat mujore që i ka secili person pra me aftësi të kufizuar. E thash edhe pak më herët që shuma është shumë e ulët. Shumë e ulët. Nëse përdor personalisht veç për veti, mundesh me bë diçka nëse je domethënë në shtëpi që s'ki me pagu qira, që s'ki angazhime tjera, po nëse ty në pjesën ndërmuese të merret prej familjes për shembull, edhe dush me majt familjen me qatë pjesë, edhe ose ti pretendon ki ëndra me ndjek, ti nuk mundesh me qatë kompenzim ose me qatë shumë me bo bashkë hiç kur gjë. Si çka duhet kemë parasysh gjitha institucionet në këtë drejtim, ato që obligohen pra t'ju ofrojnë mundësi të barabarta gjithë personave me aftësi të kufizuar, po
edhe qysh me mri mi integru gratë me theks veçantë, qovën shkollim, në treg të punës, kudo. Edhe një farë forme mos me qenë që ka shumë të ndjeshme ndaj dhunës, të gjitha formave. Një mu zbatu ligje, dhe me thonë, mas parin, që ata që kanë mri me u shkollu, me mri me shtim punë. Mas pari me që ata mu marë. Pjesa tjetër, ka projekte ose modele ndryshme në për Europë, ata mujnë mi marë, se për çdo ditë jo në për Europë, edhe shetisin, po ma shumë po më do ka shkojnë për turizëm, se sa për me kry punë. Me pa qysh për shembull në për vende tjera janë trajtu këto kategori. Ka trajnime ndryshme për mi u ofru për shembull një profesion, çado qovë, do me thonë krejt njerëz me mri me kry fakultet. Edhe me mrimi përfshi ata njerëz mi shtim punë, mi pavarësu, mi aurit këtë kompenzim, mos mi boj gare me 300 euro, se nëse dikush don me u pavarësu, veç banesa nuk mundet me mri për shembull me pagu me qatë pjesë, plus është qasja, shërbimit i dush me ecë me dikon, dush me pas përcjellës. Po, sigurisht. Mandej në për Europë për shembull ka shërbime tjera, që janë shërbimet shkojnë i marrin për shembull të verbrit, i çojnë te puna, i kthejnë. Këto shërbimet e na nuk ofrohen, e kështu me radhë. Ka mënyra ndryshme që ishin zgjidh këto problematika, mirë po nuk po ka shumë vullnet. Po për shembull kur për ju veç të verbrit, po kushdo që është me aftësi të kufizume, tenton të jetë pjesë e jetës, të dalë qasët në institucione, sa është punu në këtë drejtim mimoz? Për shembull, sa je sigurt kur del në rrugë, por je pa shoqëru se zëm? Zero siguri. Është në këtë pjesë nuk është punu fare. Se fare, nëse ka fillu në për qytet për shembull në Prishtinë është një pjesë ku ka pllaka taktile që i quajnë ato që ti mundesh me i detektu me shkop. Ajo kputet është një pjesë veç. Mas ne vazhdon kjo 4 ura që është me kerrën e për trotuar, me njerëz, me tollovime, është thjesht e pamundur si person i verbër me dalë në Kosovë vetë me ecë, në për qytetet tona është e pamundur. Po sa ndjeni vetën të barabartë në rrethje shoqërore? Mos flasim veç për personat e verbër, por edhe personat të tjerë. Ju jeni aktiviste dhe kush ma mirë se ju e din situatën reale të tëne. Të barabartë në shoqëri varet ashtë qysh ti njerëz si person. Kjo është çështje pastaj edhe psikologjike. Sa ti për shembull je i përgatitur, varet çfarë statusi social ke. Nëse ti e ke statusin e barabartë social me njerëz që të rrethojnë, nuk besoj që ndikon shumë për shembull një aftësi e jotja e kufizuar, po nëse krejt varet ti si person, çka ke bërë, sa ke investu, sa ke punu me veten, edhe çysh ti njihesh rahat ose jo. Ato që nuk kanë pas mundësi me u shkollu, ose nuk kanë të ardhura, ose familjarët ja u marrin edhe qatë pension që e kanë, si ndjehen ato, ose sa të shpeshta i kanë të dalurat ndoshta përveç izolimit që mujnë me e kanë kështu sigurt në shtëpi. Qysh ndikon mas nej kjo te gratë dhe gjitha këto avokime që i bën ju vetë gratë. Vetë gratë, shumicën e herave nuk kanë as pozita për me mujt ato me ndryshu diçka. Për shembull, duhet me qenë kryetaret e shoqatave në për rrjetin e komunave, për shembull, janë burra. Kryetar, nën kryetar, delegat që duhet me shku me votu atje në Prishtinë, për mi zgjedh këta kryetar janë pra burra, janë shokë të njëjtë. Edhe projektet që unë i kam çu, ata mi kanë jo veç me përgjysmu, po mi kanë dhënë një 10%, një 20%, një jashtëzakonisht shumë ma të vogla që ti nuk mundesh kurrë me bo me atë projekt. Është thjesht nuk kanë interes për me ndihmu një kategori që ka tepër nevojë. Po përkundër këtyre barrierave, sfidave, ndërkohë që japin për shembull parë në viti, po flas 30.000 euro, 20.000 euro, 25.000 euro për rojo që mirën me kulturë, me artë, për një kategori që ata mujnë edhe heq mos më marrë me atë pjesë, për shembull, janë të lirë, janë taftë zotë vetvetes. Po për kategorinë e aftësisë të kufizuar, vitin e parë i kanë dhënë 1.000 euro, vitin e dytë i kanë dhënë 3.000 euro, 2.000 euro kreti kam konto, 1.000 euro si kena, se s'ka komuna pare, se i kanë marrë për mbarus, domethënë jena me një gjendje të tillë që komuniteti jonë është në listën e fundit të vëmendjes. Unë tisha thëmë që përkundër sfidave, barrierave që ekzistojnë, janë prezente në shoqëni,
ju po vazhdoni me punu, na haru me përmend që s'fundmi unë e di që je licencu edhe si psikologe klinike, ndërkohë ju vazhdoni me punu prej cilit vit në QKMF? Në QKMF punoj prej 2004-s. Do me thonë, aktualisht ju merreni me shumë aktivitete. Unë personalisht po pjesën kryesore të aktiviteteve unë e bëj vullnetarisht. Do të thonë, jam thjesht një vullnetare e lindur që kam shumë qef me bëj shumë punë njëkohësisht edhe kjo më në jetë me ta thonë drejtën, sepse Freudi thot puna dhe dashuria është terapia më e mirë. Ti nëse don me te kalu, do me thonë, se cilën breng mundesh me te kalu me punë. Edhe puna ty të manë aktive, të manë shëndosh, edhe nështë është edhe kjo lloj mekanizmi mbrojtës që unë e kom gjetë, po edhe para se me shikimin unë kam pas punu, do me thonë, që nga klasa 8 jo marrë me punë vullnetare dhe është pak edhe në gjenin tem, pak edhe si pjesë e domosdoshme. Edhe jom kombinu krejt, kështu. Do më thonë, aktualisht ju punoni si psikologe në qendrën kryesore të mjekësisë? Jo, në QKMF jam ende si infermiere. Po si infermiere, por njëkohësisht jeni licencu së voni si psikologe klinike, merresh me shumë aktivitete. Me këtë licencimin e ri me mujt me u përshtat dikon si psikologe me punu, tamam profesionin për çka dhe jam shkollu. Cili është mesazhi që sot mundesh me dërgu prej këto për gjitha vajzat, gratë e reja që ju shikojnë, do të thonë të cilat ndoshta janë detyru me i ndalë ëndrat e tyne dhe me vazhdu ato, po që sot këto prej rrëfimit juj mujnë me dëgju që ju të paktën bile pasi e keni hub shikimin ju e keni vazhdu shkollimin, e keni ndjek ëndrën e vjetër të studimeve. Unë menoj që njeri nëse ka një ëndër, mundet me realizu. Ndoshta nuk mundesh me realizu qatëherë me njëherë, po nëse ti punon vazhdimisht, nuk ke dorë edhe kërkon burime, ki me gjetë, sepse thjesht nëse diçka është që ti din që ti mundesh me bo, ti mundesh me bo. Ama se qysh ki me bo dhe kur ki me bo është çështje kohe. Varet sa ti punon, sa angazhohesh, sa gjen për kraje, po nëse na vazhdimisht punojmë edhe unë menoj që gjithmonë gjenden njerëz që neve na ndihmojnë. Sepse pi përvojës e kam që çka do që unë kom dash me bo deri tash në jetë, unë e kom bo. Natyrisht kom kërku, kom tregu njerëzve, po du me bo qëtë punë, kam nevojë për çto, edhe njerëz të ofrohen. Gjendet mënyra, gjendet rruga sikur uji, atë që e gjen burimi vet, rrjedhën ka me shku, edhe dëshira fort e gjen gjithmonë rrugën për me mbrit deri te qëllimi. Për çka ka nevojë më shumë të 2-3 pika, do të thonë që ka nevojë më shumë të gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuar në Kosovë. Pra, ndoshta këtu mundesh me përfshi edhe veten, se ju deri rrugës derisa e bëm deri këtu më tregove që shumë herë ndoshta edhe ju detyroni mos me dal për shkak që ju gjithmonë duhet me pas një përcjellës me veti ose me detyru dikën me ardh me juve, me ju shoqëru deri aty ku keni nevojë ju me shku. Pavarësia, domethënë, thjesht më na dhon për shembull një kompenzim dinjitoz. Se nëse ti pavarësohesh përmes financave, se ndryshe derisa ti ki me marrë një kompenzim prej 150 euro, kur s'ki me mbri me qenë ajo që ki me dash me qenë, sepse ki me u varë gjithmonë prej dikuj tjetër. Kështu që momenti që ti pavarësohesh, punësohesh, edhe je pjesë e shoqërisë, mas ne shumë malet qarkullon. Pjesa, do me thonë, kjo infrastruktura ose gjithë përfshirja ose është diçka që neve po na penalizon. Kjo ka të bëjë mos edhe pak edhe me garantimin e drejtave dhe lirive të njerëzit, po besoj. Pra, derisa nuk I përfshijmë gratë, persona me aftësi të kufizuar në shoqëni, mos po shkelim edhe drejtat që I kanë. Shumë drejta kemi shkel deri tash, edhe jemi të vazhdu me shkel, fatkeqësisht, sepse kështu me fjalë, me deklarative jemi, me deklarata jemi shumë europian, shumë pro Europës, barazi, drejtësi, përfshirje, gjithë përfshirje, inkluzioni, gjithandej nin këto fjalë. Ama kur kthehesh në realitet, gjendja është ndryshe, në teren gjendja është ndryshe. Pse buxheti nuk orientohet me një trajnim që një çike për shembull ja jap një zanat, që ajo me mrim mu pavarësu. Ose pse nuk e bojnë një projekt, këto shoqata që marrin fonde të mëdha, ka 20.000 euro, ka 30.000 euro pi shtetit, për me orientu në për zonat thella, me shku me bo një trajnim për atë pjesë, për shembull, me mrim me integru ato vajzan.
po ata krejt buxhetin e orientojmë në trajnime. Ata nuk e dinë çysh është me nejt më shel një verbër, edhe mos me pas mundësi me dalë me pi një kafe në shesh, 3 muj ditë. Ata nuk e dinë çysh është me hi vera dhe me dalë, edhe një verbër me nejt në shtëpi se s'ka me dalë me pi një kafe. E çto raste unë i hasi për çdo ditë. Mi mos cila është thirrja që ju bën institucionet, se po besoj një pjesë të fajit goxha të mire kanë edhe institucionet që shkelet. Tona, unë po mendoj që nuk janë të punu hiç për aftësinë e kufizuar me bash hiç. Shteti duhet më marr direkt me këtë kategori për shembull, edhe me ata me hartu politika ndryshme, ata me dalë në terren, ata me pa kush ka nevojë, çka ka nevojë, ata me mrimi përfshi njerëz. Mi mos faleminderit shumë për këtë bisedë. Kemi mi prek shumë fusha, shumë nevoja gjithë personave të cilët janë me aftësi të kufizuara në Kosovë dhe gjithçka që duhet të adresohet edhe përmes institucioneve, por edhe përmes atyre që avokojnë ndoshta për drejtat e tyre. Faleminderit juve për ftesën, për mundësinë. Kaq nga kjo bisedë, nga ky podcast, faleminderit të gjithë juve që na ndoqët.